i bizniset e kanë shfrytzu këtë situatë, ose si pretekst që me njëherë kanë filluar që rrisin çmimet. Edhe kjo ndikon për arsye se inflacioni sipas ATK-s tash sot ishte publike, domethënë gjatë këtyre muajve ka rritur diku 10%. Domethënë shporta e konsumatorit në produktet bazë u shtrajtu. Edhe tash kjo me shtrajtimin e rrymës, qytetari zakonisht kur dihet që rrogat mesatare sot veç dolën publike që janë dikun ma pak se 800 euro të gjithë sektorët, e bjen që tash do të jetë shumë vështirë për qytetarin e Kosovës ose për një rrogë ose dy rrogë, një familje që ta kaloj muaj me muaj. Është pretekst i bizniseve, se ndoshta çmimi i rrymës 16% u shtrajtu, po furrat i kanë shtrajtu bukën për 20%. Disa furra që kanë shtrajtu, ka furra që nuk i kanë shtrajtu. Kjo është ekonomia e lirë e tregut, po kjo do të qytetarët tash duhet ta shikojnë cëdhen prioritet me hapsh, cëdhen shpenzim. Aja që është pritet që do të ketë një farë efekti zinxhiror më të madh është puna e prodhuesve vendor, për arsye se nëse henë në një market, se qytetarë që jemi, e vrem që çmimet e produkteve vendore me ato të importume janë ato këto, nuk ka një dallim shumë i madh. Edhe tash me këtë kostën operative që është rryma, kur dihet që shumica e bizniseve e përdorin rrymën për prodhim ose do të ngritë çmimet, është frika që prodhimet vendore nuk do të janë konkurruese karshi importeve. Edhe kjo do të ketë uroj që mos ndodhin kjo, por mund me ndodhë edhe në fallimentimin e kompanive. Po tash kjo ka qenë një ngjarje e pritur. Edhe ideja ka qenë që kur diçka po ndodh, se rryma ka më shtrajtu ndoshta edhe vitin që vjen. Po çka duhet me bëj është për arsye që të subvencionohet masa tjera të eficiencës së energjisë. Do thonë vendet rajon edhe vendet e zhvillume, bizniset i kanë subvencionu panele solare, që bizniset edhe që i shtrajtohet rryma, do më thonë kostën ai nuk është shfrytëzon, e merr për vetë konsum. Do thonë vetëm nëse e marrëm 2024, pa kur farë para lajmërimi që do shtrajtohet rryma, bizniset në Kosovë kanë investuar më shumë se 60 megawatt në panele solare. Para me në të kishë qenë një ndihmë ose subvencionim i bizniseve, a 60 megawatt që sot kishë qenë ndoshta 300. Edhe bizniset e kishin vetë prodhuar energji, sidomos gjatë ditës dhe kjo nuk ish vrejt shumë. Afat gjatë duhet me përshpejtue ato projektet cilat janë strategjitë energjisë. Duhet me investu ma shumë në eficiencë energjisë, do me thonë energjia me lirë është ajo se nuk e konsumojnë. Edhe bizniset e kanë shfrytzuar situatën, preteksin e kanë, po në fund viktima janë konsumatorët ose qytetarët të cilët me ato mjete që i kanë, tash duhet të zgjedhin prioritetet çka duhet që mos të shpenzojmë. A do t'jetë një pjesë që tash ndoshta pushimet do t'i sakrifikojmë, për arsye se ato të hyra i kemi na, a çka do të jemi dëshmitar ndoshta mas një vjete, dhe bisedojmë efektin